Dhe ndëgjojeni rastin e tretë, i cili me të vërtetë ka shumë rëndësi. Thot pejgamberi alayhi salam, ka raste kur Allahu xhelle shanuhu do të na drejtohet neve duke na thonë kështu: O robi jam, atë kujtohet kur kesh i sëmur la ilaha illallah, edhe nuk erdhe me më vizitu. Subhanallah, njeriu do t'i thëtë Zotit: o Zot, po ti je Zot, ti nuk s'mu e shkur, por ty nuk ekziston smundja. Ai ndoshta smundja rrallë herë ekziston edhe për njeriun, po të ishte njeriu i vëmendshëm të jetonte simas urdhrave dhe fjalëve të Zotit xhelle shanuhu, rrallë herë do të smuhej. Rrallë herë do të sprovohej. Rrallë herë do të dëshpërohej. Ose kur? Pse? Sepse kur i thot njeriu Allahut: o Zoti jam, e si ka qenë e mundur kjo? Thot: atë kujtohet filon mikun, filon shokun, kur e ke pas të smur. Pse nuk vishe me vizitue? Sepse mu më kishe gjetë aty pranti. Keni kujdes. Pse s'ke ardhur me vizitu filon shokun, filon mikun, filon kojshien, filon sebebin, kur ka qenë i smur? Sepse po t'ishe ardhur me vizitu ato, mu po thet Allahu më kishe gjetë aty, te ai, prantina. Në dy rastet e para, po thot pejgamberi, na thot Allahu, me pas ushqy lypsarin, nevojtarin, të miren e kishe gjetë te one. Ndërsa në rastin e tretë, të rasti i të smuarit, po thot, me pas ardhur me vizitu e ti të smutin tënë, mu më kishe gjetë aty prantina. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Çka na bën me kuptue se sikur çdo sprovë tjetër në jetë, edhe sprova me smundjen, është për të mirë të njeriut edhe në të mirë të njeriut. Sikur mos t'ishte nevoja e njeriut për me sprovu Allahu, Allahu nuk e kish sprovu, nuk e kish rëndu, nuk e kish ngarku robin e vetë që e dënë, ma shumë se nana e vlodhin e vetë.